Me njëherë pa humbur kohë, po kalojmë të lidhja direkte dhe kalojmë në komunën e Malishevës, atje ndodhet Fatjona. Mirëmëngjesi Fatjon, linja për ty. Mirëmëngjesi Agnesa për ty dhe për të gjithë shikuesit e Koavizionit. Aktualisht jemi në qytetin e Malishevës, brenda objektit të komunës së Malishevës, ku pranë vetës kam edhe zëdhënësin e kësaj komune, Artan Paqarizi, me të cilin do të flasim më shumë në lidhje me situatën dhe dëmët pas vërshimeve në këtë komunë, në lidhje me planet për 2026, në lidhje me sfidat dhe projektet të rëndësishme. Zotri Paqarizi, fillimisht faleminderit shumë që gjetët kohën për këtë intervistë. Mirëmëngjes për ju dhe gjithë shikuesit e Koavizionit. Fillimisht ta na tregon se si nisë ditën sot, çka e karakterizon në Malishevën në këtë orë të hershme të mëngjesit? Ngricat, pak ftohtë, po megjithatë ditë e mirë. Rrugës për këtu po am edhe shumë nxënës në fakt që ishin duke shkuar në shkollë. Dim që nxënësit e shkollave të komunës së Malishevës kanë nisur mësimin 2 ditë më vonë, pra me 14 janar. A mund të na tregoni pak a shumë arsyet për këtë vonesë, a kanë qenë vërshimet? Po pikërisht kanë qenë vërshimet apo prezenca e madhe e ujit në për rrugë, e cila është pasuar pastaj edhe me ngrica dhe gjithmonë për komunën në raste emergjente prioritet është mbrojtja e jetës së qytetarëve. Në këtë rast e nxënësve dhe nuk kemi dashur të kemi asnjë lloj rreziku për nxënësit. Shtoj edhe faktin që në disa pjesë ka pas rrugë të dëmtuara, ura të dëmtuara që s'kan mund të lëvizin, gjithashtu kemi hasë në problem, nëse mund ta them, apo kemi një mirë kuptim në raport me transportuesit, cilët i kanë bartë nxënësit, cilët janë ballafaqur gjithashtu me probleme për shkak të vërshimeve, ku automjetet e tyre kanë pësuar dëme dhe i është dashur pak kohë dhe transportuesve që ti rregullojnë apo ti sajojnë pasojat e vërshimeve. Çfarë mund të themi tani për situatën pas rreshjeve, pas vërshimeve, si ka qenë situata gjatë vërshimeve, cilat zona kanë qenë më shumë të dëmtuara dhe si u tejkalua e gjithë kjo situatë? Situata ka qenë shumë e rëndë. Ka pas vërshime të mëdha, shpejtësi e madhe e ujit, mirë po e gjitha është menaxhuar mirë mund të themi, sepse me fillimin e rreshjeve, kryetari i komunës Zoti Ekrem Kastroti ka formuar shtabin emergjent, i cili është marrë me menaxhimin e situatës dhe në të gjitha ekipet emergjente kanë qenë në terren në mënyrë të vazhdueshme, 24 orë pa ndërprej çdo ditë, duke filluar nga shërbimi zjarfikësve dhe shpëtimit, policia e Kosovës, ekipet e komunës, dhe ashtu si që thash edhe më herët, për neve ka qenë prioritet mbrojtja e jetës së qytetarëve dhe fatbarësisht nuk kemi pas asnjë dëm tek qytetarët, kjo është më rëndësi. Mirë po jemi përballë me dëme të mëdha, por situata është menaxhuar mirë, qytetarët janë njoftuar në mënyrë të vazhdueshme për veprimet apo si duhet të sillen, të mos lëvizin pa nevojë, kur kanë nevojë të shfrytëzojnë rrugët alternative, në raste më të rënda emergjente të thirrin numrat emergjent dhe ju kemi dalë në ndihmë qytetarëve në disa raste. Cilat kanë qenë disa prej zonave më të përfshira, cilat fshatra apo rrugë? Kryesisht vendbanimet përgjatë lumit Mirusha, por edhe vendbanime tjera në Lugina apo në Proje, ku sasia e ujit ka qenë zhmërmbullu ujë dhe të njëjtat kanë dalë prej shtratit pastaj për shkak të sasisë së madhe dhe ato kanë qenë më të rrezikuara, sidomos pjesa e poshtme e lumit Mirusha, ku përfshihen, domethënë, nga qyteti, fshati Mirush, fshati Lubizh, Turjak, Panërc, në fakt Panërc më pak, Bubli ka qenë e kështu me radhë, domethënë pjesa e poshtme e rrjedhës së lumit Mirusha. Përveç rrugëve, sa dëme ka pasur mbase tek familjet, tek shtëpitë e tyre dhe zonat private? Ka pas dëme të konsiderueshme në ekonominë familjare, por më shumë dëme sigurisht që ka pas në infrastrukturë rrugore dhe pjesë tjera si që janë urat,
kemi pas disa ura të dëmtuara, gjithashtu shumë e dëmtuar është edhe diga e liçenit në Mirush. Përmes një njoftimi në faqen zyrtare të komunës së Malishevës, e pam se sa i përket kërkesave për vlerësim të dëmeve, shtyra afati deri më 21 janar. Sa ka pasur kërkesa deri më tash dhe a pritet që të ketë më shumë kërkesa për vlerësim të dëmeve deri më 21 janar? Brenda pak ditëve sa kanë qenë atyre 5-6 ditëve që kanë qenë fillimisht për të bërë kërkesa qytetarët, e kemi pasur që numri shkon në vazhdimsi duke u rritur dhe kjo ka qenë arsye pse e kemi shtyrë deri më 21 janar. Deri të premten, pas dite kanë bërë kërkesë për vlerësim të dëmeve mbi 200 familje, mbi 200 qytetarë, tek të cilë ka depërtuar ujë në format të ndryshme, diku më pak, diku më shumë, por që ka depërtuar në shtëpitë e tyre, kryesisht në për bodrume, por edhe pjesë edhe kati parë. Edhe kjo ka qenë arsye numri madh që e kemi shtyrë. Presim që të shkoj të rritet ky numër në këto 3 ditë sa kanë mbetë për të bërë kërkesa. Njëkohësisht kryetari i komunës ka formuar edhe Komisionin për vlerësimin e dëmeve, i cili veç ka filluar punën në terren, paralelisht edhe duke bërë sanimin nga ekipet e komunës në aty ku mundemi të bëjmë sanime si që janë rrugë të urat e tjerë. Marë parasysh që përmendë se shumë për rrugëve kanë qenë të blokuara dhe të pakalueshme. A ka pasur ankesa që ju kanë drejtuar qytetarët pra komunës? Nëse flasim ankesa në rrugë, kemi pas kryesisht të hyrja në qytet, të rastet ku qytetarët nuk i kanë përcjell apo nuk i kanë respektuar rekomandimet e shtabit emergjent dhe të policisë Kosovës, në vazhdimsi ju kemi bërë thirrje që të shfrytëzojnë rrugët alternative, por në përgjithësi nuk kemi pas ankesa në këtë drejtim, për faktin se komuna Malishevës e ka një të mirë sa i përket infrastrukturës, sepse ka investuar shumë në infrastrukturë dhe të gjitha vendbanimet janë të lidhura njëra me tjetrën. Që i bie se qytetarët megjithatë kanë pas rrugë alternative dhe i kanë shfrytzuar rrugë alternative. Ju ka rënë ndoshta pak më gjatë me udhëtu e tjerë, mirë po jo shumë probleme. Përjashtimisht thash në rastet kur ndonjë qytetar nuk ka mund të dëgjojë rekomandimet, s'ka qenë i njoftuar për arsye të ndryshme, ka qenë rregull, s'ka mund të jetë informuar, por megjithatë problemet ka qenë të pakta. Dhe në vazhdimsi, se thash edhe më herët, ekipet emergjente që kanë qenë në terren bashkë me policinë e Kosovës i kanë vendosur sinjalistikën e nevojshme në të gjitha rrugët ku nuk kalohet ose ka problem në qarkullim dhe për këtë arsye ka qenë, domethënë nuk kemi përballë shumë me këtë problematikë. Tash a ka ndonjë masë konkrete që komuna po merr për me i parandalu pra dëmet, le të themi për me u mbrojt nga këto fatkeqësina terrore siç ishte kjo e fundit. A ka ndonjë strategji të re për menaxhimin e këtyre situatave apo rasteve? Komunat, në këtë rast komuna Malishevës gjithmonë e ka planin e reagimit edhe përmirësohet çdo vit bazuar në rekomandimet dhe problematikat që dalin në terren. Ajo që është e paparashikueshme është mënyra si bëhet vërshimi apo sasia e ujit e tjerë, se edhe nëse e merr një masë të caktuar e rregullon një pjesë ku e sheh se ka pas vërshim ose dalin nga shtrati i lumit ose një proske, megjithatë e shkakton dikun tjetër. Është pak e vështirë, parandalimi është pak i vështirë, po megjithatë komuna edhe më herët ka investuar në rregullimin e shtratit lumit Mirusha në pjesë të caktuara, sidomos në qytet, ku edhe si pasojë brenda qytetit, domethënë shtrati i lumit nuk ka dalë nga uji nuk ka dalë nga shtrati i lumit. Ndërsa kemi pas disa pjesë tjera ku Proska apo Lugina, cilat kanë dalë, kemi pas 2-3 rrugë në Malishevë, kryesisht është hymja pjesa lindore apo rruga Malishevë-Bonj, ku është problematike për shkak të ardhes së ujrave nga pjesë tjera dhe niveli i rrugës është i njëjtë me nivelin e lumit. Dhe është problematike kjo pjesë të shkon më lart pjesa e rrugës, sepse konfiguracioni i terrenit nuk e lejon. Dhe kjo gjithmonë në këtë pjesë na sjell
telashe, po jemi munduar, kemi bërë kanale kulluese e tjerë, edhe gjatë vërshimeve kemi intervenuar me mjetet rënda për largimin e ujit, po me gjithatë ajo është problematike. Gjithashtu rruga Hamdi Berisha, ku grumbullohet uji nga pjesa jugore e qytetit dhe aty shkakton pak probleme dhe i njëjti ujë shkakton problem edhe tek rruga e tranzitit afër lagjes Hoti. Këto 3 pjesë kemi pas më shumë telashe në qytet. Tash mund të flasim pak në lidhje me vitin 2025, pra vitin që lan pas. Si ka qenë ky vit për komunën e Malishevës, marrë parasysh edhe investimet që janë bërë në infrastruktura, ka qenë i suksesshëm apo si ka shkuar i gjithë viti? Realisht, viti 2025 mund të thuhet që ka qenë shumë i suksesshëm për faktin se janë bërë investime sidomos në qytet, aty ka qenë edhe fokusi i politikës së kryetarit për çka dhe i ka fitu zgjedhjet më herët. Janë bërë investime të mëdha në qytet, është bërë ajo që është shumë e rëndësishme, është liruar hapësira publike dhe kjo është vlerësuar jashtëzakonisht shumë edhe nga qytetarët, sepse ka hapësirë të mjaftueshme qoftë për lëvizjen e automjeteve, qoftë për lëvizjen e qytetarëve, dhe për dallim prej vitet më hershme kur kemi pas pak problem në qarkullim, mirë po tani qyteti është jashtëzakonisht mirë dhe ka hapësirë të mjaftueshme. Ky ka qenë edhe fokusi i kryetarit. Më pas është bërë investime edhe në qendër të qytetit, në rregullimin e parkingut, në nkalimeve, rrugëve të reja, sheshit e tjerë, të cilët kanë ndihmojnë jashtëzakonisht shumë qarkullimin e qytetarëve. Gjithashtu edhe është dhe në pamje ka marrë nga ndoshta një qytet i vogël, ka filluar të marrë edhe pamjen e një qyteti të mirëfillt Malisheva dhe tani zhvillohet një jetë edhe jetë e natës, mund të themi, në atë kuptimin sepse njerëz shëtisin, qarkullojnë, ka objekte, ka hoteleri të zhvilluar. Gjithashtu ajo që është shumë e rëndësishme është edhe nëse mund ta them pak më popullore, kthimi i investimeve në Malishevë nga ana e qytetarëve apo sektori privat, sepse në kaluarën po nisëm nga vetvetja. Nëse kam dashur të dalë në mbrëmje dhe të pini kafe, jam shkuar në Prizren, ose jam shkuar në Prishtinë apo jam shkuar në një qytet tjetër. Ndërsa tani nuk kam nevojë sepse të njëjtën e bëjnë në Malishevë. Për shkak të investimeve që janë bërë, hapësira që është kriju, etj, dhe tash qytetarët, domethënë, edhe atë para e shpenzojnë në Malishevë dhe nuk e shpenzojnë në një qytet tjetër. Gjithashtu sektori privat ka filluar të investojë shumë edhe në ndërtime të larta, që më herët s'kan qenë në Malishevë dhe tani bëhet fjalë për miliona investime nga sektori privat, domethënë, është kthy investimi i qytetarëve, i parave së qytetarëve është rikthy në Malishevë dhe kjo është e mirë sigurisht. A mund të flasim pak edhe në lidhje me vitin 2026, cilat janë planet për vitin 2026 nga komuna e Malishevës, sa është miratuar projekt buxheti apo çfarë keni në parem që të realizoni për vitin 2026, çfarë është prioritet? Qeveria komunale në vitin 2025 ka zhvilluar të gjitha procedurat e hartimit të buxhetit. Mirë, po koha para zgjedhjeve ka bërë vetëm dhe ka pas një ngecje në miratimin e buxhetit. Megjithatë, Kuvendi i Komunës sot e martë ka miratimin e buxhetit në rendite dhe presim që të miratohet sigurisht, ndërsa fokus i qeverisë komunale në këtë rast i kryetarit komunës Zoti Kastrati është investimet në përfshatra. Përderisa në mandatin 4 vjeçar ka qenë investimi në qytet, tani fokusi i kryetarit apo politikat që pritet të zhvillojë kryetari janë investimet në fshatra, apo domethënë Malisheva urbane zgjerohet nga qyteti në përfshatra. Dhe pikërisht për këtë edhe kanë vlerësuar qytetarët, besoj, dhe kanë votuar në zgjedhjet e fundit, madje për herë të parë në komunën e Malishevës një kryetar fiton mandatin pa balotazh, pikërisht mendoj për shkak të kësaj politike që investimet do të bëhen në përfshatra dhe presim që investimet domethënë të jenë kryesisht në fshatra, me një pjesë veç janë duke u bërë, por do të vazhdojnë me havë më të lartë gjatë viteve në vijim. Zotri Paqarizi, duke qenë se jemi edhe në fund të intervistës, cili është mesazhi juaj për qytetarët e Malishevës në këtë mëngjes?
Sigurisht, gjithë qytetarëve urojmë një ditë të mbarë, një javë të mbarë. Është problem të japim një mesazh ndoshta në këtë mëngjes përveç urimit për një ditë të mbarë, por ne ju urojmë që përveç sukseseve në jetë që t'i kenë në përditshmërinë e tyre, qytetarët për çdo nevojë që kanë t'i drejtohen komunës për çfarëdo lloj problemi apo çfarëdo lloj nevoje që kanë dhe të mos hezitojnë sepse komuna është për qytetarët dhe i ftojmë që gjithmonë të jenë bashkëpunues. Në fakt komuna Malishevës apo qytetarët e komunës Malishevës janë shumë bashkëpunues me institucione dhe kjo është për të vlerësuar. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve. Ishim pra në intervistë me zëdhënësin e komunës Malishevës Artan Paqarizi, i cili na foli pak më shumë detaje në lidhje me situatën pas vërshimeve, planet për vitin 2026 dhe si ka qenë viti 2025 për qytetin e Malishevës. Nga Malisheva ne po e kthejmë edhe lidhjen në studio. Faleminderit shumë Fatjona për gjitha këto detaje dhe këtë intervistë.